Nga themelet e qytetrimeve të hershme tek gjurmët që koha nuk arriti t'i fshij. Çdo gur ka një histori, çdo rrënoj një kujtesë. Ta na kanë filluar njerëzit me morë gur pe këtu. Ky është emisioni që zbërthen heshtje në shekujve, që rikthen zërat e lashtësisë. Është një kalo, po është e vjetër shumë. Sa do është, çfarë mure ko, nuk di. Në gjurmë të lashtësisë. Sepse historia Nuk është vetëm e shkuara. është identiteti. Akreditimi i programit master në antropologji dhe trashëgimi kulturore. Për vite me radhë, studentët e antropologjisë në Kosovë janë përballur me një boshllëk, mungesën e studimeve master në fushën e tyre. Një rrugë që shpesh ndalej pas bachelorit ose vazhdonte jashtë vendit për ata që kishin mundësi. Sot kjo situatë ka ndryshuar. Pas gati 2 dekadash në Universitetin e Prishtinës, është akredituar programi master në antropologji dhe trashëgimi kulturore, një hap që pritet të ndikojë jo vetëm në akademi, por edhe në mënyrën se si kuptohet dhe mbrohet trashëgimia kulturore në vend. Drejtoresha e Departamentit të Antropologjisë në Universitetin e Prishtinës, profesoresha Zanita Halimi, thotë se rreth 20 vjet nuk ka pasur një mundësi të tillë për studentë të kësaj fushë. Departamenti i Antropologjisë, që nga themelimi në vitin 2001-2002, ka pas vetëm 2 herë program master. Dhe ka gati 20 vite që ne nuk kemi ofruar program master. Një mungesë që ka ndikuar drejt për drejt te studentët, thotë profesoresha Halimi. Dhe studentët tonë të cilët kanë përfundu studimet themelore, atëherë ata e kanë pas të pamundur të vazhdojnë tutje në studimet master. Shumica prej tyre kanë bet pa master ose disa kanë shkuar në departamente të tjera. Por kërkesa nuk ka munguar, përkundrazi, ajo është rritur ndër vite. Kërkesa gjithnjë ka qenë që të profilizohen edhe më tutje në drejtimin në të cilën ata i kanë përfundu studimet themelore. Andaj për neve ka qenë shumë e rëndësishme që së pari studentëve tanë, të cilët vinë dhe i kryen studimet themelore në antropologji dhe trashëgimi kulturore, t'ia ofrojmë një student një program master në trashëgimi kulturore, po ashtu kemi pas edhe kërkesa edhe nga drejtimet tjera. Për shembull, ose studentët të sociologjisë, të historisë, të artit, të gazetarisë, po edhe të tjerë të cilët kanë studiuar më herët, qofsh gjuhën shqipe apo drejtime të tjera, që kanë dashur të profilizohen të dinë më tepër për trashëgimin kulturore. Disa prej tyre janë të punësuar, dëshirojnë që edhe në punë të jenë ndoshta më të avancuar apo të aplikojnë programe që janë më të thella në hulumtime dhe në studimet e tyre. Kjo situatë nuk ka qenë vetëm çështje akademike, por edhe çështje mundësish. Profesori Ilir Culaj, arkeolog, thotë se ka qenë urgjencë që t'ju mundsohet studentëve një mundësi e tillë, që të mos shikojnë alternativa me kosto të larta në vende të tjera. Pavarësisht dëshirës për me studiu jashtë vendit, një pjesë e madhe kanë arrit, mirë po ka të tillë që për arsye të ndryshme nuk kanë arrit me vazhdu studimet jashtë vendit, prandaj ka qenë urgjencë se ne ta ofrojmë këtë master. Ka qenë urgjencë për studentët tonë pikës pari, mirë po mendoj që ka qenë urgjencë edhe për vetë ndërtimin e kuadrove mbrana Republikës tonë, që të krijojmë kuadro të cilët janë të specializuar në trashëgimi kulturore. Programi nuk është krijuar thjesht për të plotësuar një boshllëk formal. Ai është ndërtuar mbi kërkime konkrete dhe nevoja reale. Profesor Dr. Arsim Canolli, antropolog dhe bartës i programit master në antropologji dhe trashëgimi kulturore, thotë se kanë bërë për disa vjet hulumtime për nevojën e akreditimit të këtij programi. Kemi punu 3-4 vite në ta, kemi pyet ish studentët, kemi pyet institucionet, njerëzit që punojnë në institucionet trashëgimisë kulturore, studentët e tanishëm, pra kemi bërë një farë hulumtimi para prak për nevojat që ekzistojnë dhe 70% e ma shumë janë shprehë se dëshirojnë një program të tillë, kështu që
Jemi të gëzuar që është akreditu dhe tash e kemi për 3 vite. Programi do zgjas, domethënë akreditimi për 3 vite, pastaj riakreditohet e kështu me radhë. Po, është model që e kanë edhe universitetet e huaja, po, dhe e keni pasi nevojë për këto kërkime që duhet banë në Kosovë? Po, padyshim se nuk ka pas program dedikum nga shkencat sociale e pikërisht nga antropologjia për trashëgiminë kulturore. Por nuk ka pas njohje të thokët, të ngadalshme, të ngjashme etnografike për trashëgiminë kulturore, që pastaj edhe kur të intervenojmë, edhe kur të dëshirojmë me dokumentu, të njohëm parimet, standardet profesionale, diskutojmë po ashtu në mënyrë kritike për trashëgiminë dhe shoqërinë, për arsye se to janë temat që na prekin çdo ditë. Hiç më larg se që këtu afër e kitë sheshin George Bush, që u bë gjithë ajo rrëmuj rreth a do të intervenohet, as do të intervenohet, pa pas mjaftueshëm dije, pa pas njohje nga tereni, nga konteksti, nga praktikat, pa e krahasu me vendet tjera, pa e krahasu me standardet profesionale, pra shpesher vendimet të na merren kësaj. Dhe rezultati është një program që ndërthur teori, praktik dhe analizë kritike, thot profesoresha Zanita Alimi. Programi është akademik, shkencor, që lanë të cilat ose kurikula dhe lanë të cilat janë në këtë program e kanë të ndërthurur edhe aspektin teorik, edhe aspektin metodologjik, edhe aspektin e kritikës bashkohore në relacion me trashëgiminë kulturore, natyrisht njohjen e legjislacionit jo vetëm vendor, po dhe ati ndërkombëtar. Ne nuk jemi në UNESCO ende, po ne duhet të punojmë të njohim të gjitha ato ligje, rregullore, konventa sikur se të ishim, sepse ndoshta një kohë shumë të afërt do të jemi. Thjesht të përcjellim se çka ose të analizojmë se çka të tjerët bëjnë në kuadër të trashëgimisë kulturore, si është e rregulluar edhe me anën legjislative, po ashtu edhe me anën e analizës apo interpretimit është tepër e rëndësishme. Thjesht mos të themi ose mos të shkruajmë diçka që jetë e përgjithshme, po thjesht si aspekti metodologjik, si kjo të evidentohet, çfarë referenca të përdorimi, sa janë ato të besueshme, sa duhet për ndoshta një esej, ndoshta një punim, ndoshta një promovim, në atë aspektin edhe strukturës edhe gjitha këtyre gjërave. Po mos ta harrojmë edhe aspektin tjetër praktik, sepse studentëve nëse na flasim për muzejt, natyrisht intereson përveç aspektit teorik apo definicion se çka është muzej apo debatet bashkëore rreth muzejt, intereson edhe si funksionon një institucion i tillë. Por çfarë do të thotë konkretisht të studiosh këtë program? Studentët në mënyrë antropologjike trajnohen për trashëgiminë kulturore. Pra, çështja është antropologjike, etnografike, ndërsa temat kryesisht janë të trashëgimisë kulturore. Mësohet konservimi, restaurimi trashëgimisë arkeologjike, mësohet trashëgimia kulturore shpirtërore, sepse të na shumë pak është kushtu, si më thonë, energji e fokus kësaj teme, përshë na kemi një trashëgimi, si që dini, shumë të pasur, shpirtërore, dikush e qunë jo materiale, mendoj se do të thuhet kulturore, shpirtërore, do ta humbën ma të fjalë, e ta quajmë jo materiale pa prekshme kësi fjalë që bukfalesh përkthyme prej anglishtës, po pa ka pas trajtim, pa ka pas njohje. E tani së fundi kemi mjaftueshëm këngë, valle, festivale, kemi po ashtu rite gjana tilla që e kanë zgju kërshërinë edhe të artistëve, dizajnerëve të gjeneratave të reja, dhe përmes këtij programi ne synojmë që studentët që vinë këtë program realisht japin kuptim kulturës. Ta shohin se çka do të thonë të jesh shqiptar sot i Kosovës, çka do thotë të migrosh dhe të marrësh me vete një ark, le ta themi kushtimisht kulturore në diasporë. Çka do thotë të jesh i huaj edhe të jetosh këtu. Çka do thotë diversiteti kulturor në përbot, sa ka pesh trashëgimia të tjerë, sepse në këtë kohë e kemi një fluks të madh të teknologjisë, sidomos gjeneratat e reja janë duke mos e gjetë veten të këto orientimet teknokratike, ekonomike tjera, sepse gjithçka tashmë është e lehtë përmes inteligjencës artificiale tjera. Tash në këtë fush
ne dalim në teren, ne nuk... Ku s'ka inteligencë artificiale. Dhe më thonë, pa dyshim që jemi pro përdorimit të përgjegjshëm të saj, dhe ne këtu e përdorim edhe në universitet dhe në antropologjia gjithandej, me gjithatë, këtu ke mundësi me më shku me vizitu brenda vendit tanë që është, le të themi, mas largë, 1 orë gjysmë 2 shkon me vetur sot në çdo cep të Kosovës, në me rituale, elemente, performanca ndryshme, praktika kulturore që nuk i ke vrejt kur. Pastaj monesh në rajon me studiu, pastaj kemi mundësi, studentët kanë mundësi po ashtu që një semestër 2 me i kalu gjithmonë në universitete partnere përmes programeve Erasmus e të tjera që kemi partneritet me 5-6 universitete, vetëm ne si departament Le Mans, Universiteti i Prishtinës ka 300-400 bashkëpunime. Si shumë të mira. Profesor, këta studentë i takojnë shoqërisë moderne, po them, ditëve të sotme, sa është rëndësishme antropologjia për ta, për të studiuar, edhe sa mund të jetë joshës ky program për ta? Po, dita ditës studentët po vinë gjithnjë më shumë të fokusuar në antropologji të përgatitur për me ardhë me studiu. Ma heret kanë ardhë kryesisht studentët, kryesisht jo gjithmonë, po studentët që kanë qenë të interesuar në fusha tjera, le themi mjekësie e tjera, po pastaj si zgjedhje të dytë ka pas antropologji. Përderisa tani ka shumë interes direkt prej shkollës mesme, madje edhe ma heret me ardhë me studiu. Për arsye se lexojnë ma shumë, kanë kontakte, po e vrejnë që njohja kulturës, jetës, shoqërisë, identitetit, është një lloj përmbushjeje, një farë lloj ngushëllimi edhe identitetin e tyre, edhe në jetën e tyre. Pra, vrejnë që ne s'pak i shumë studentë që kur dalin në teren, marrin intervista si me të moshuar, si me njerëz të vendeve të ndryshme, si me profesione ndryshme, subkultura, ju pëlqen. Ka kuptim për ta ma shumë. Nuk është e thatë dhe shterë për abstrakte, por është diçka e prekshme, përditshme. Dhe mendoj që kjo është një prej arsyeve. Tjera është që studentët po ashtu po e gjejnë vetën, punojnë si artist pavarur, hapin biznese të ndryshme. është profil, është fushë që ju ndihmon antropologjia edhe në zhvillimin në kuptimin social të tyre, që nesër ata ta shohin si vend pune ndoshta. Mund të shihet në perspektivë për ta? Padyshim që mund të shihet si vend pune, por unë mendoj që puna e parë që duhet të theksohet për ata që janë të interesuar me studiu antropologjinë është që realisht të ofron një zgjerim të horizontit, të vetdijes, të pamjes së botës, të botkuptimit tanë. Pra nuk është veç me gjetë një punë, nuk është tutorial antropologjia eja studio dhe pastaj hyn dikun më punu. Është më shumë një përgatitje shpirtërore, intelektuale për me pa veten në kontekst të shoqërisë, për me pa tjetrin në kontekst të shoqërisë tonë, për me pa se si çka mon shoqënin gjallë, çka mon me vepru, si funksionon ajo, si performon, çush interpretohet për tjerëve. Pra, pak a shumë leximet që i bojnë studentët këtu, puna që i bojnë në për teren, vizitat që i bojnë në për vendet tjera universitete, e vrejnë që përmes antropologjisë mënohen me dhonë kuptim ndryshimeve të mëdha që ekzistojnë sot. Sepse sot kemi ndryshime shumë të shpejta, shumë të mëdha, përderisa në të kaluarën le ta themi, një individ i moshës 50 vjeçare ka pritur 10-15 vjet për një ndryshim të vogël mbrana familjes, diku tjetër sot ndryshimet janë mbrana ditës. Dhe shpesh herë të rinjët e kanë vështirë me i dhonë kuptim këtyre ndryshimeve, me u pozicionu si identitet, si njeri brenda kësaj shoqërie që po ndryshon shumë. Pra, nuk bëhet fjalë vetëm për libra. Do të analizohen lokalitetet të ndryshme arkeologjike të Kosovës, lëndë cilat kanë bërë me kulturën, me traditat, me zakonet dhe kulturën shqiptare në përgjithësi, dhe lëndë shumë specifike si që janë konservimi dhe restaurimi. Studentët do të prekin drejt për drejt historinë nga lokalitetet arkeologjike deri te praktikat kulturore të përditshme. Ne do të mundohemi të përgatisim studentë tonë cilët të jenë gjendje që në të ardhmen të njohin procesin e konservimit dhe restaurimit
mënyrë që kësaj përgatisim me lokalitetet tona me ekspert, të cilët i trajtojnë këto lokalitete dhe në të ardhmen këto lokalitete ne presim që të antarësohen në UNESCO. Pikëparë shpresojmë që Kosova të antarësohet sa më shpejt në organizatën e UNESCO-s, rrjedhimisht edhe lokalitetet tona arkeologjike, po paraprakisht ne duhet jemi gati. Dhe prandaj ky master mendoj që i kontribon ndërtimit të apo krijimit të ekspertëve të ri që do të kontribuojnë në këtë drejtim. Të mbrohen më shumë asetet tona, monumentet tona, të cilat janë mbrojtë. Ne e dimë që ekziston një listë monumenteve në mbrojtje nga Republika e Kosovës për monumentet që janë gjithandej Kosovës. Kjo listë kohëve të fundit është zgjeruar, do të zgjerohet hala më shumë në të ardhmen. Ka monumente që janë mbrojtje të përhershme, ka monumente tjera të cilat janë mbrojtje të përkohshme. Këto duhet të merren, të analizohen prapë dhe një pjesë e madhe e monumenteve të cilat janë në mbrojtje të përkohshme duhet të futen urgjentisht në listën e monumenteve në mbrojtje të përhershme dhe duhet që në të ardhmen këta studentë që të nesërmen pastaj janë specialistë të kësaj fushë të dinë të kontribuojnë më shumë për promovimin e këtyre lokaliteteve dhe ruajtjen mbi gjitha të këtyre lokaliteteve. Në një kohë debatesh dhe ndikimesh politike mbi trashëgimin, ky program merr edhe një rol më të gjerë. Jemi dëshmitar kohëve të fundit për polemikat ndryshme rreth çështjeve që kanë bënë me trashëgimin kulturore, jemi dëshmitar po ashtu të një ndikimi politik që her pas here bëhet rreth trashëgimisë kulturore, jemi dëshmitar po ashtu të tendencave të ndryshme politike nga vende të ndryshme që pretendojnë që mbi trashëgimin kulturore pretendojnë edhe aspektet e tjera dhe prandaj është shumë e rëndësishme që ne të formojmë kuadro të cilët janë të specializuar në trashëgimin kulturore. Besoj që ka tashmë kuadro në Kosovë të cilët janë të specializuar dhe që merren mjaftueshëm me trashëgimin kulturore, megjithatë konsideroj që është e nevojshme që të rritet numri i ekspertëve të cilët dinë me trajtu sakt dhe mirë trashëgimin kulturore vendit tonë, por në përgjithësi trashëgimin kulturore. Ky program është edhe shërbim të eliminimit të këtyre keq interpretimeve, përdorimeve të ndryshme që bëhen dhe prandaj po e ofrojmë para studentëve në mënyrë që të ardhmen Kosova të ketë më shumë kuadro të cilët e mbrojnë, e promovojnë trashëgimin kulturor i këtij vendi. A mund të bëj master në këtë program edhe një student që ka kryer në bachelor në një profil tjetër? Absolutisht, dhe ky ka qenë qëllimi. Student të cilët ne kemi vrejt, ka një numër të madh të studentëve të departamentit të historisë, të sociologjisë, të programeve të ndryshme që hyjnë në kuadër të sferës së fushave shoqërore, të cilët kanë një pasion o një dëshirë për trashëgimin kulturor dhe për antropologjinë. Dhe trashëgimia kulturore prek edhe fushat si historia natyrisht. Prandaj kemi pa që ka shumë student profileve të tjera, të cilët dojnë më ardhë dhe me u specializuar rreth trashëgimisë kulturore. Por ky master nuk është i kufizuar vetëm te 2 ose 3 disiplina. Po ashtu studentë që kanë përfunduar gazetarinë dhe të cilët dojnë më marrë me tema të trashëgimisë kulturore dhe të cilët i trajtojnë në vazhdimsi këtu tema, mujnë më ardhë dhe mu përgadit edhe më atutje rreth aspekteve që kanë bëjnë me trashëgimin kulturor dhe po besoj që ky master është në funksion të asaj dhe do të mundet m'ia ofru një përgatitje të tillë gjithë këtyre që kanë dëshirë më ardhë me studiu. Sepse trashëgimia kulturore nuk është vetëm e kaluar, është identitet. Padyshim që këto gjona nëse nuk ruhen, nëse nuk njihen mas pare, nuk ruhen, vështirë se kthehen. Një vazo e tillë, një objekt i tillë që është rujt, e ka rujt toka, natyra, le ta quajmë 2-3.000 vjet, 5.000 vjet, nëse nuk kemi njohje profesionale, ajo humb. Edhe me ta humb, si më thonë, humb lidhja jonë me të kaluarën. Edhe ajo pastaj nëse nuk i kemi atë lidhje, atë njohje, kush jemi ne? Shtrohet pyetja. Në një botë që ndryshon me shpejtësi, antropologjia ofron një mënyrë për ta kuptuar këtë realitet. Unë e kam vrejt me këto gjenerata të reja janë shumë mendje hapur. Për shembull nuk gulqojnë pas një ideologjie të ditës, ose pas një trendi, nuk përhumben në një trend, në një klishe të caktuar, po din me kon më të matën, me rujt një distancë, me peshu gjona të shoqëri, që është një farë maturie. Jam të e pa që përpara filozofia ka zonë këtë vendin e antropologjisë, sepse ka pas një pesh mendimi, ideja gjetës së vërtetës, po përderisa sot antropologjia është zonat atë pozit në shoqëri. Pra,
shumica e njerëzve janë të u kthy. Programi lidhet të ngushtë edhe me projekte konkrete brenda dhe jashtë vendit. E kanë vrejtë që ne kemi shumë projekte, kështu që shumë prej tyre, për shembull një studente më shkroi para disa ditësh, e kish marrë vesh që jemi akredituar, tha kam dashur më shku në Itali, por s'po shkoj sepse e di që këtu ka projekte muj me më shumë më kanë të angazhuar në teren. Dhe ne kemi edhe profesor që vini trajnojnë kolegë tonë prej Francës, prej Amerikës, prej Gjermanisë, kështu që japin mësim, japin ligjërata musafire, në seminare, në treza. Kështu që është një momentum tani i kriju në departament, që menoj që nëse zgjatë edhe një dekadë antropologjia arrin të konsolidohet mjaft mirë në Kosovë. Nga gërmimet arkeologjike deri te dokumentimi i kujtesës kolektive. Kemi projekte me kolegë tonë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, siç është ai në Vrellë të Istokut, ku studentët tonë shkojnë dhe marrin pjesë në ato gërmime. Kemi në Ulpian, kemi në vende tjera, po ashtu kemi projekte në antropologji që janë, për shembull, kemi 2 projekte tani, në fakt kemi shumë projekte, po 2 po i cekë ku studentët marrin pjesë. Njëri është projekti që kemi me kolegen Zanita dhe kolegun Tahirin në Janjev, ku jemi duke i studiu bashkëjetesën e shqiptarëve, kroatëve, tjerëve atje. Dhe një projekt tjetër është ku jemi duke i dokumentu kujtesën e 10 masakrave në Kosovë. Kemi pas përfundu Krushën e Madhe me gjithë muzeun e tjera, tash studentët tanë janë duke intervistu të mbjetuarit e 10 masakrave tjera, ku bashkë me shumë institucione tjera, Institutin për Krimet të Luftës, muzeun, bibliotekën, kemi këtë projekt ku do t'i mbledhim diku 1000 intervista. Tash studentët tanë vit 2-3 kanë mundësi me u qasë në projekte të mëdha kombëtare, projekte ndërkombëtare, rajonale. Dhe kjo është një përvojë që nuk ofrohet lehtë në shumë vende të tjera. Unë shpesh ju them studentëve, nuk është bashkë për me nënçmu studimin në Kosovë që është bëhet tani, pak të në fushën tonë. Pse? Nëse jetu studiu në Angli, nështë edhe në Francë, në vende tjera, nuk është bashkë lehtë me qenë studenti bachelorit edhe me shku me gërmu në lokalitete atje. Sepse shumica janë gërmume dhe nuk është qasja bashkë lehtë edhe nuk është mënyrën se si i bën studimin ato vend, nuk është që studenti bachelorit arrin më bë pjesë i këtyre gërmimeve. Ndoshta në doktorat po. Për derisa të ne të jenë vit parë, qysh prej vitit parë studimeve bachelor, merr pjesë në gërmime arkeologjike, ku gjetjet janë studimin edhe zgjon ndoshta kurrëshjen më të madhe për absolutisht. Meniherë hyn në teren, meniherë hyn prej këto artefakte që janë këtu që i shihni në për dollapa, në për muze, në për depo që i kemi. Janë artefakte që shumica për tyre janë prek, janë gjetë edhe me studentët duke qenë në gërmim. Për studentët, kjo fushë është më shumë se një drejtim studimi. Si fillestare kemi pak më të lehtë që të kyçemi në aspektet e ndryshme të studimit dhe nuk është një fazë që janë afto nga kjo drejtim, por më shumë në tërhek. Se fazat fillestare prekin në shumë tema, edhe të ndihmojnë me ditë ku do mu qasë në të ardhmen gjatë viteve, po edhe pas studimeve. Ki aspekte ndryshme si kultura jonë shqiptare, po kultura të tjera që janë jashtë tonës, po edhe nën kultura që përfshihen në kulturën tonë, e kështu me radhë. Gjithmonë kom pas qef shkencat shoqërore dhe kom pa vetëm pak më shumë të anuar nga shkencat shoqërore dhe të konsideruar se të tjerat janë shumë një lloj mënyre më formale apo më shkencore, e kom pa antropologjinë si diçka pak më subjektive në një lloj mënyre, ku përveç se e kam mundësinë që të studioj diçka, e kam edhe mundësinë që të përafrohem jo vetëm me kulturën time, po edhe me kultura të tjera, dhe duke pasur parasysh që mirët në studimin e personave dhe përvojave të tyre me kulturë, e kam parë si diçka që mund të më ndihmojë edhe mua që të kem më shumë qasje në persona, edhe në aspekte të ndryshme të jetës së tyre. Edhe për shumë prej tyre, kjo është edhe një zgjedhje për të ardhmen në vend. Kemi një lloj mungese, do të thoja, jo që ka pak, por besoj që mund të ketë më shumë dhe i nevojiten më shumë antropolog Kosovës. Besoj që ky program dhe edhe programi bachelor mbi antropologji dhe trashëgimi kulturore, po edhe programi tash master, është një ofertë për gjithë ata cilët dojnë me ardhë me kuptu më shumë rreth
mënyrës së veprimit, mënyrës sjelljeve njerëzore, sjelljeve të njerëzve në raport me kulturën, se si perceptohet kultura, se si shihet arkeologjia, si duhet përdoret arkeologjia për të mirë, për me promovu një mënyrë të jetesës në antikitet, dhe po mendoj që ka një zgjim të interesit rreth këtyre fushave dhe po shpresoj që numri i studentëve ka me shku duke u rritur në programet cilat ne i ofrojmë. Profesor, po kthehemi ta thjeshtësojmë krejt për publikun edhe për ata që hiç nuk e dinë as termin antropologji. Çka është antropologjia? Çka është arkeologjia? Çka janë këto nocione që një nxënës i shkollës mesme, shkollës fillore do të mund të ëndrrojë ndoshta për studimet e tij? Antropologjia është studimi i sjelljes të njeriut. Mirë, po nuk është aq e thjeshtë saqë na mund ta përkufizojmë brenda një fjalie. Është studimi i sjelljes të njeriut në shumë fusha, në shumë dimensione. Sjellja e njeriut në raport me fenomenet politike, fenomenet ekonomike, po edhe fenomenet natyrore. Antropologjia dhe ne në programin tonë analizojmë edhe çështjet e mjedisit, raporti i njeriut me mjedisin, se si njeriu e trajton mjedisin, natyrën, religionet, kemi po ashtu lanë që trajtojmë pra historinë dhe antropologjinë e religioneve, pra është një farë lloj mënyre se në aspekt shkencor ne të njihemi më shumë me vetveten dhe rrjedhimisht të kontribuojmë më shumë për shoqërinë në mënyrë profesionale. Ndërsa arkeologjia, dhe unë jam arkeolog, është shkenca e cila merret me të kalumen, me mënyrën se si njerëzit kanë jetuar në të kalumen. Me antropologji nganjëherë unë them është edhe më lehtë sepse arrim të intervistojmë njerëzit e gjallë, flasim për kulturën, për dokët, për zakonet dhe arrim marrim intervista dhe të kuptojmë më shumë, kurse ne si arkeolog shpesh detyrohemi të flasim me qytetet e vdekura, të cilat ne munduam mirë ringjallë. Ne si arkeolog flasim me njerëz të vdekur, mirë po arrim përmes trajtimit që ne i bëjmë, përmes gërmimit që i bëjmë, arrim me kuptu rreth mënyrës së jetesës në antikitet. Dhe kjo mënyrë për antropologjinë e tyre atëherë. Për antropologjinë e tyre atëherë. Prandaj edhe i shoh shumë të lidhura ngushtë njëra me tjetrën arkeologjinë dhe antropologjinë, dhe sidomos Kosova, që është shumë e pasur me lokalitete arkeologjike, ne jemi dëshmitar që kemi një traditë kulturore dardane në Kosovë, pra lokalitetet tona arkeologjike i kanë shprehjen, shfaqin kulturën dardane. Mendoj që është e rëndësishme që gjeneratat e reja me kuptu më shumë rreth pararzëve tyre dhe qyteteve se si kanë jetu, po ne trajtojmë si arkeolog edhe fenomenet natyrore të kohës, fenomenet me çka janë ushqy banorët në antikitet, me çka janë ndëfry, lojrat, aspektet e pijeve, ushqimeve, veshjeve e tjerë. Akreditimi i programit master në antropologji dhe trashëgimi kulturore shënon një moment të rëndësishëm për arsimin dhe shoqërinë në Kosovë. Një investim në dije dhe në kuptimin e vetvetes, në një kohë kur ruajtja e identitetit dhe trashëgimisë kulturore bëhet gjithnjë më domosdoshme.